Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, 15 shkurti, sjell energji të fortë për dashin, veçanërisht në fushën profesionale, mund të ndihesh më i motivuar për të nisur projekte të reja ose për të marrë iniciativa që i ke shtyrë më parë. Është një ditë e mirë për biseda të rëndësishme, por kujdes tonin, sinqeriteti yt mund të tingëlloj më i ashpër se ç'duhet. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Demi, kjo ditë të fton të ngadalsohesh ritmin dhe të fokusohesh tek stabiliteti. Në punë, durimi yt shpërblehet dhe mund të marrësh një vlerësim të vogël, por domethënës, është moment i mirë për të riorganizuar financat ose për të planifikuar investime të ardhshme. Në marrëdhënie, kërkohet me shumë mirëkuptim, një bisedë e hapur mund të zgjidhë një keqkuptim të vjetër. Beqaret ndihen më selektiv dhe kjo është pozitive. Binjakët, 15 shkurti, sjell komunikim të gjallë dhe ide të reja, mund të marrësh lajme që ndryshojnë planet e ditës, por fleksibiliteti yt natyror do të ndihmojë. Në punë, bashkëpunimet janë kyçe dhe një takim mund të hap dyer interesante. Në dashuri, shprehja e ndjenjave bëhet më e lehtë, çiftet ofrohen më shumë, ndërsa beqaret tërhiqen vëmendje me sharmin e tyre. Gaforja, kjo ditë është një ditë emocionale për gaforën, ku ndjeshmëria rritet. Në punë, mund të ndihesh më i lidhur me ekipin dhe të marrësh mbështetje aty ku se pret. Është kohë e mirë për të përfunduar detyrat të mbetura pezull. Në dashuri, kërkon siguri dhe ngrohtësi. Forcoje lidhjen me një moment intim. Beqaret mund të ndihen nostalgjik, por kjo kalon shpejt. Luani shkëlqen më shumë se zakonisht me 15 shkurt. Në punë, aftësitë tua drejtuese vihen re dhe mund të marrësh përgjegjësi të reja. Është një ditë e mirë për prezantim ose iniciativa personale. Në dashuri, pasioni rritet, çiftet përjetojnë momente të ngrohta, ndërsa beqaret tërheqin admirues. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet për luks të panevojshëm. Virgjëresha, kjo ditë favorizon organizimin dhe analizën. Në punë, detajet kanë rëndësi dhe përqendrimi yt sjell rezultate konkrete. Është momenti i mirë për të rregulluar dokumente ose për të planifikuar javët në vazhdim. Në dashuri, kërkon qartësi, një bisedë e sinqertë forcon lidhjen. Beqaret mund të njihen me dikë përmes ambientit profesional. Peshorja, 15 shkurti, sjell nevojën për harmoni dhe balancë. Në punë, diplomacia jote ndihmon në zgjidhjen e situatave delikate. Është ditë e favorshme për negociata ose marrëveshje. Në dashuri, romantika është në ajër, çiftet afrohen emocionalisht, ndërsa beqaret mund të kenë një takim premtues. Akrepi, kjo ditë sjell thellësi emocionale dhe fokus të fortë për akrepin. Në punë, jemi i përqendruar se zakonisht dhe mund të përfundosh një detyrë të rëndësishme që ka kërkuar durim. Është moment i mirë për të bërë plana afatgjata ose për të rishikuar objektivat personale. Në dashuri, ndjenjat bëhen më investive. Çiftet ofrohen më shumë përmes bisedave të sinqerta, ndërsa beqaret tërhiqen nga persona misterios. Financat kërkojnë kujdes, shmang vendimet impulsive. Nga ana shëndetësore, është e rëndësishme të mos teprosh me lodhjen mendore. Një shëtitje ose pak kohë vetëm do të ndihmojë.
shigjetari. 15 shkurti, sjell optimizëm dhe dëshirë për aventura të vogla. Në punë, idetë tua kreative bien në sy dhe mund të marrësh mbështetje nga kolegët. Është ditë e mirë për të përmirësuar diçka të re ose për të planifikuar një udhëtim të ardhshëm. Në dashuri, sinqeriteti është i fortë. Britsjapi, kjo ditë të fton të përqendrohesh tek përgjegjësitë dhe stabiliteti. Në punë, përpjekjet e tua fillojnë të japin rezultate dhe mund të marrësh një vlerësim të vogël. Ujori, 15 shkurti, sjell ide origjinale dhe dëshirë për ndryshim. Në punë, mendimi yt inovativ vlerësohet dhe mund të hape mundësi interesante, sidomos për projektet në grup. Në dashuri, kërkon liri dhe komunikim të hapur. Çiftet flasin për planet të ardhshme, ndërsa beqarët tërhiqen nga persona të pazakontë. Peshqit, kjo ditë është e mbushur me ndjeshmëri dhe imagjinat për peshqit. Në punë, kreativiteti yt sjell zgjidhje të bukura dhe mund të marrësh komplimente për idetë e tua. Është kohë e mirë për aktivitete artistike ose për reflektim personal. Në dashuri, emocionet thellohen, çiftet ndihen më të lidhur shpirtërisht, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje romantike. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me shpenzime emocionale. Nga ana shëndetësore, pushimi dhe hidratimi janë thelbësor. Dëgjo zemrën, por ruaj logjikën. Nëse je vetes pak qetësi, dita sjell harmoni dhe ndjesi të bukur të brendshme. Në përgjithësi, kjo periudhë sjell mundësi për reflektim, rritje personale dhe qartësi emocionale. Për të gjitha shenjat, është një kohë e mirë për të dëgjuar intuiten, por edhe për të qëndruar me këmbë në tokë, kur bëhet fjalë për vendime të rëndësishme. Marrëdhëniet kërkojnë më shumë sinqeritet dhe mirëkuptim, ndërsa në punë vlerësohet përkushtimi dhe durimi. Edhe hapat e vegjël mund të sjellin ndryshime të mëdha nëse bëhen me vetdije. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikimi, ndaj shmangni shpenzimet impulsive dhe mendoni për të ardhmen. Nga ana shëndetësore, balanca mes pushimit dhe aktivitetit është thelbësore. Për më shumë video, na bëni subscribe, like dhe komente, na tregoni se cila shenjë jeni jo. Faleminderit.